Pse kurbani? Pse një adhurim përmes flijimit? Si afrohet besimtari tek Zoti duke flijuar i kafsh? Cila është historia e këtij adhurimi i cili është prezent në çdo revelat hynore, po gjithashtu është prezent në çdo civilizim, në çdo qytetërim. Është prezent dhe nuk mungon dhe në forma të ndryshme të idhujtarisë dhe paganizmit. Çfarë synojnë besimtarët me një adhurim të tillë? Cili është historiku i këtij adhurimi, i cili në fakt mund të konsiderohet dhe donacioni më i vjetër dhe më i madh ushqimor në botë? Cila është urtësia dhe mirësia e këtij adhurimi, të shtrirë në gjithë historinë njerëzore? Pra pse kurbani? Kurbani si adhurim është një adhurim i të gjithë profetëve të Zotit, pra e kanë bërë të gjithë profetët e Zotit dhe do të vazhdonte deri tek profeti i fundit, Muhamedi alayhi salatu wasalam. Pra, kurbani është një adhurim si të gjitha adhurimet, ku të gjithë profetët e Zotit janë të unifikuar në ekzistencën e tij. Pasi ne muslimanët prapë këtu besojmë se Islami është ajo fe që ka ardhur në të gjithë profetët, pavarësisht se profetët kanë qenë me emra të ndryshëm dhe pavarësisht se legjislacionet ose ligjet në kohë të ndryshme mund të kenë ndryshuar me diçka të lehtë, por baziket nuk kanë ndryshuar. Le të themi monoteizmi, falja, agjërimi, zekati, kurbani, respekti ndaj prindërve, sjellja e mirë, mos vjedhja, mos bësh keq, domethënë sjellja e mirë, të gjithë këto i kanë pas të gjithë profetët e Zotit. Kështu që rasti i kurbanit është unik i të gjithë profetëve të Zotit dhe i trashëguar edhe në bulën e profecisë Muhamedit alayhi salatu. Ky flijim daton që me njeriu e parë që quhet Habili dhe Kabili. Kur Zoti na tregon Kur'anin e tij famlar dhe na thot se ata dy flijuan për Zotin, pra nevoja që kishin për Zotin, që Zoti të jepte një gjykim dhe një vendim për çështjen e tyre ishte që të pranohej kurbani ose flijimi i njërit prej tyre. Kaluan kohët derisa vim në atë historikun e dytë ose historikun më kryesor të kurbanit tashmë. Pra përgjatë gjithë kohërave ka patur flijim, ndërsa kurban konkretisht si ai që ne njohim sot daton pikërisht me profetin Ismail dhe babain e tij dhe babain e mbar profetëve Ibrahimin alayhis salam. Faktikisht historia e Ibrahimit me birin e tij Ismail alayhis salam është shumë e bukur dhe shumë emocionale faktikisht, domethënë merr në mend kur babai profet i thot birit të tij, i cili do të ishte edhe ai profet, o biri thot Zoti më urdhëron që duhet të bëj kurban, duhet të flijoj. Dhe ai shumë i qetë i thot o baj tha, bëj çfarë ti je urdhëruar se unë inshallah me shpresën e Zotit do të jem prej durimtarëve. Dhe u dorëzuan të dy, ky ishte momenti. Ky ishte momenti më sublim i gjithë ngjarjes. Falamma aslama, u dorëzuan të dy. Pra, thelbi i fesë dhe i besimit të dorëzohesh Zotit pa bërë ti kushte, pa vënë ti kushte. Falamma aslama, kur i dorëzuan Zotit, wa tallahu lil jabin dhe u bë gati që ta theri, na dejnahu, eja Ibrahim, e thirëm, o Ibrahim, e çove në vend urdhrin e Zotit, premtimin e Zotit. Zoti nuk do prej nesh që ne të flijojmë fëmijët tanë, as familjet tona. Zoti do prej nesh të flijojmë, si më thënë, gjërat të cilat neve na largojnë nga Zoti. Këtu kemi shembullin më ideal dhe më genial të mundshëm lidhjes së fëmisë me prindin. Pra duke i kërkuar tashmë Ismaili, duke kërkuar të motivoj të atin, ja ebeti fal ma tu'mar, sikur se na përshkruan Zoti, duke thënë, i thot pra të babait, o babai im, bëj ato që urdhërohesh. Pra i pajituar me caktimin e Zotit, por dhe me zotimin paraprak të babait të tij. Këtu Xhibrili alayhis salam zbret me dashin, duke e zëvendësuar atë flijimin e fëmisë tashmë me flijimin e një kafshë me të cilët ne ushqehim në ditët tona normale. Pra, në thelb, ajo që ka ndodhur me Ibrahimin dhe Ismailin ishte një sprov. Ashtu thot Allahu në Kur'an që ajo ishte vërtet një sprov e madhe. Pse ishte një sprov e madhe? Nëse ne vendosemi në vendin e dyre këtyre një njerëzve, prindit dhe fëmijës, babait dhe djalit, dhe shohim se si një prind, një baba siç Ibrahimi, i cili ishte shtyrë në moshë, një moshë të madhe, Allahu xhaleshanu e begaton me një djalë apo me një fëmijë, pra me një pasardhës, me një trashëgimtar, i cili sigurisht për prindin dhe për një prind në moshën e tij do të ishte njeriu dhe më i dashur.
Dhe në përgjithësi fëmijët për prindët e tyre janë njerëzit më të dashur. Pra nuk ka prind i cili të dojë vetëm më shumë se sa fëmijën e tij. E do sepse është gjaku i tij, është pasardhësi i tij dhe përmes tij ai shikon vetveten. Vazhdimsinë e jetës përmes tij. Dhe në moment të caktuar vjen një sprovë e tillë ku i kërkohet këtij njeriu, këtij miku të Zotit, këtij të dashurit të Zotit, që ta sakrifikojë gjën më të shtrenjtë që ai ka në këtë botë, që është djali i tij. Sigurisht që kjo është një sprovë e madhe. Është një sprovë e madhe si për Ibrahimin, i cili duhet të sakrifikojë në vetveten në farë mënyre jetën, vazhdimsinë e jetës së tij, që është pasardhësia e tij, duke prerë apo duke vrarë djalin e tij, por është sprovë edhe për të birin i cili duhet të pranojë vdekjen nga babai i tij, pra nga origjina apo nga paraardhësi i tij, i cili solli në jetë atë. Mirë, po pse ndodhi kjo? Pse ndodhi kjo? Sigurisht që kjo në radhë parë tregon që një njeri i cili është i lidhur me Zotin, siç ishte Ibrahimi a.s. apo Khalilu Rahman, pra miku i Allahut xhaleshanu, dhe kështu që në farë mënyrë Allahu xhaleshanu e sprovoi Ibrahimin për ta parë atë a vërtet kishte njerëz apo dikë tjetër më të dashur për Ibrahimin se sa Allahu xhaleshanu, pra donte në farë mënyrë ta zbraste atë apo t'i largonte atij çdo lloj qenie dhe krijese tjetër që ishte më afër me Ibrahimin se sa Allahu xhaleshanu. Dhe në këtë lloj mënyre ai e sprovoi atë. Dhe në momentin që kjo urtësi u përmbush, pra në momentin që Ibrahimi a.s. e përmbushi sigurisht jo pa vështirësi dhe jo pa po themi ne pa një lloj sforce, atëherë Zoti e anulloi, po themi, apo e shfuqizoi dispozitën, sepse nuk ishte qëllimi për të therrur djalin, por qëllimi ishte për të sprovuar dhe për të provuar njëkohësisht që njerëzit nuk duhet të kenë më të shtrenjtë në jetën e tyre dhe më të lartë dikë se ai i cili ka dhuruar jetën. Pra ai i cili ka dhuruar jetën, jepet jeta për të. Pra në farë mënyrë kërkon që të jepet sakrifikoja jetën për ai i cili ka dhuruar jetën. Dhe për këtë dhe prandaj duke qenë se sprova u përmbush dhe Ibrahimi a.s. bashkë me djalin e tij Ismailin e kaluan sprovën, atëherë kaloi në një fazë tjetër, që ishte therrja e kurbanit, pra therrja e një bakti apo një dashi, në mënyrë që ky lloj adhurimi apo ky rit të mbetet edhe më pas dhe të përsëritet her mas here, duke rikujtuar njeriu apo duke rikujtuar besimtarit atë lloj beslidhje apo atë lloj premtimi që i ka dhënë Zoti që unë nuk kam më të shtrenjtë, më të dashur, më të afër asnjë prej krijesave dhe asgjë tjetër përveç teje. Sepse njeriu duhet kuptojë se janë shumë gjëra në jetën e kësaj bote që neve na largojnë nga Zoti. Atëherë këto duhen flijuar, këto duhen larguar në mënyrë që asgjë mos të jetë pengesë mes nesh dhe Zotit të gjithësisë. E para dhe e dyta, njeriu për qëllimet e larta në jetë duhet të sakrifikojë gjëra. Pra, nëse dikush ka një synim në jetë, nëse dikush do të arrijë diçka në jetë, patjetër duhet të sakrifikojë jetën, duhet të sakrifikojë kohën, duhet të sakrifikojë lodhjen, mundin, djersën dhe do të arrijë diçka. Pra, nuk arrihet ajo që ne duam të arrijmë nëse nuk ka sakrificë, nëse nuk ka mund i gjës më të shtrenjtë. Në rastin tonë, për Ibrahimin ishte fëmia për të arritur kënaqësinë e Zotit, po edhe ne në jetë nuk mund të arrijmë synimet, objektivat që i kemi vënë vetes nëse nuk lodhemi, nëse nuk djersitemi dhe nëse nuk sakrifikojmë disa gjëra që ndoshta janë jetësore për ne, mirë po nuk janë aq le të themi primare sa synimi dhe qëllimi jonë. Sa i rëndësishëm është kurbani në fenë islame? Çfarë adhurimi është ky në fenë islame? Çfarë rëndësie dhe çfarë kategorie është? A lidhet me thelbin e besimit, a lidhet me njëshmërinë e besimit, a lidhet me themelet dhe fundamentet kryesore të besimit, apo është një adhurim i cili edhe nëse mungon nuk e dëmton besimin dhe nuk e mangëson atë? Kush obligohet që të kryejë kurbanin? Kush përfiton prej kurbanit? Çfarë shpërblimi dhe çfarë sevapi ka kurbani? Cilat janë mesazhet e kurbanit? Çfarë përfiton besimtari nga kurbani, por çfarë përfiton gjithashtu shoqëria nga kurbani? Cilat janë pra mirësitë dhe dobitë e kurbanit? Kurban do thot afrim. Afrim tek Zoti i gjithësisë, me sinqeritet, me pastërti, sepse dhe vetë historia e kurbanit ishte një afrim, një vërtetim, një argument për të treguar afërsinë e robit me Zotin, afërsinë e Ibrahimit a.s. me krijuesin e gjithësisë. Prandaj një njeri kur bën kurban, ai e bën me qëllimin për t'u afruar tek Zoti i gjithësisë. Dhe një nga format e afrimit është pikërisht kjo sakrificë, që bëhet prej kafshëve të cilat edhe ato i ka krijuar Zoti i gjithësisë. Urtësi tjetër e kurbanit është
falënderimi ndaj Zotit për të mirat që ka dhënë. Të mirat e tij janë të shumta. Zoti kërkon pak prej robit që t'i jap shumë atij. Kërkon prej robit jo se ja ka ai nevojën robit për ndihmë, por kërkon që robi të dalin nga egoja e tij, të dalin nga vogëlsia e tij, të dalin prej unit të tij dhe t'jap diçka prej shumë çkaja që i ka dhënë Allahu xhaleshanu. Një njeri që bën kurban, bën një sakrificë në pamje shumë të madhe, por faktikisht shumë e vogël në krahasim me atë që i ka dhënë Zoti i gjithësisë. Njeriu i cili bën një kurban tregon një shenjë falënderimi ndaj Zotit të gjithësisë për të mirat e pafundme që i ka dhënë Zoti. Dhe të thua shqyqyr o Zot që ma dhe mundësinë që unë të bëj diçka për hirin tënd. Dhe po të shikosh, as gjaku i kurbanit, as mishi i kurbanit, as lëkura e kurbanit nuk shkojnë tek Zoti. Tek Zoti shkon ky shpërblim, shkon ky falënderim, ky afrim që bën robi me Zotin e tij dhe pastaj dobia është tek njerëzit tjerë. Kurbani, thënë ndryshe, është një mundësi për të qenë i dobishëm në shoqëri. Prandaj, një njeri që bën një kurban, i thot Zotit, o Zot, unë nga mirësitë e pafundme që ti më ke dhënë, unë dua të jemi dobishëm dhe për njerëzit tjerë. Të jemi dobishëm për nevojtarët, të jemi dobishëm për familjarët e mi, për fisin dhe farefisin tim, për të treguar atyre që nëpërmjet këtij kurbani unë dua të mbaj lidhjet me ju. Jo se ju e keni domosdoshmërisht nevojshme. Nevojtarët e kanë të nevojshme, por farefisi nuk është kusht ta ketë nevojshme që ti japësh 1 kilogram apo 2 kilogram kurban, por ti u tregon atyre se unë jam i juaj, ju jeni të mitë dhe ky kurban është shenja e afrimit. Kurban do thotë afrim. Afrimi i robit me Zotin, afrimi i robit me familjarët e tij, me farefisin e tij dhe afrimi i robit me nevojtarët dhe me hallet e tyre. Pra bëhet fjalë këtu për diçka që njerëzit e shpenzojnë nga pasuria e tyre në emër të Zotit e thejnë, pra e bëjnë kurban, e flijojnë dhe u shpërndajnë njerëzve. Pra ky është koncepti i duhur edhe i drejtë mbi kurbanin. Pse pikërisht kurbani? Sepse është diçka që, domethënë, është ushqim i mirë dhe konsiderohet në çdo brez, në çdo kohë konsiderohet mishi ushqim i mirë, po edhe njeriu shpenzon. Pra shpenzon dhe nuk përfiton u shpërndan të varfër, ose do të përfitojë le të themi një pjesë, edhe pjesën tjetër do ta shpërndajë të varfër ose nevojtarëve. Zoti na drejtohet në Kuranin famlar duke na treguar ose duke kërkuar si një lloj kërkese urdhërore për ne. Fasalli li rabbika wanhar, dhe ti o Muhammed, pra i është drejtuar profetit tonë të dashur, por kjo ka vijuar dhe për ne si kërkesë, e ti falju Zotit tënd me faljet obligative dhe bëj kurban për të. Dhe bëj kurban për të. Nga këtu domethënë kuptojmë që Zoti i kushtoka një rëndësi të veçantë kurbanit. Një ditë për ditësh i dërguar i Zotit alayhis salam bën kurban dhe kishte zakon që bënte kurban edhe jashtë ditëve të Kurban Bajramit. Dhe shpërndan pjesën më të madhe të kurbanit dhe siç dihet ndër preferencat e dërguarit Zotit në konsumimin e mishit kanë qenë shpatulla. Pra atë preferonte ai të konsumonte si mish. Dhe e pyet Aishën bashkëshorten e tij radhiyallahu anha dhe i thotë Aishë, çfarë ka mbetur prej këtij kurbanit? I thotë i dërguari i Allahut shpatulla, pra në rastin konkret i dërguari i Zotit kërkon të japi një edukat, një mësim. Don të na japi vizionin e kurbanit. Thotë Aishë, ka mbetur i gjithi veç shpatullës. Pra këtë do e konsumojmë. Ndërsa ajo që e dham në emër të Zotit, atë do ta gjejmë. Profeti Muhammed alayhis salam thotë që ditën e Kurban Bajramit njeriu nuk mund bëj punë më të mirë se sa derdhja e gjakut të kurbanit, që e derdh atë gjak për hir të Zotit të gjithësisë. Ky kurban thotë do t'i vijë njeriu ditën e Kiametit me brinjët e tij, me thundrat e tij, me lëkurën e tij, e prandaj thotë bëjeni kurbanin me shpirt të mirë, duke pritur shpërblimin tek Zoti i gjithësisë dhe duke mos ju dukur juve se bëni një sakrificë të jashtëzakonshme. Thotë dhe gjaku i kurbanit përpara se të bjeri në tokë ka shkuar shpërblimi i tij tek Zoti i gjithësisë. Në një tjetër transmetim thotë aq saqime ka në lëkurën e kurbanit, aq shpërblime ka për personin që bën kurban. Kjo është nga aspekti i shpërblimeve që pret të marrë besimtari prej Zotit të gjithësisë. E përmenda pak që Zoti nuk ka nevojë, siç thot vetëm Kurani famlar, nuk shkon tek Zoti as gjaku i kurbanit tuaj, as mishi i kurbanit tuaj, as lëkura e kurbanit tuaj, por tek Zoti shkon devotshmëria
që del prej jush. A njëri që bën kurban tregon devotshmëri ndaj Allahu xhalla shanuhu. E dyta, kjo devotshmëri është e lidhur me dobinë ndaj njerëzve të tjerë. Pra ti kur bën një kurban, edhe ke marrë shpërblim të kësaj vepre që po bën për hir të Zotit, dhe ke për të abarë këtë shpërblim edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, kur ai të dalë fizikisht përpara teje, nga ana tjetër ke një shpërblim tjetër që është shumë i madh. Është shpërblimi i kontributit dhe ndihmës që i ke dhënë njerëzve. Imagjino gëzimin në fytyrat e fëmijëve, nevojtarëve që ti ja ke bërë atyre bajram realisht, duke i mundësuar ata të hanë mish, se ndoshta nuk kanë patur mundësi ta bëjnë diçka të tillë. Imagjino gëzimin dhe atë afrimin e zemrave kur ti familjarëve, farëfisit tënd i dërgon një pjesë të kurbanit për treguar që ne jemi afër, ne jemi të njëri tjetrit, ne duhet i mbajmë lidhjet. Kjo është shpërblim shumë i madh tek Zoti i gjithësisë. Por nga ana tjetër, imagjino dhe shpërblimin kur ti mëson fëmijët tuaj që një musliman, një besimtar që ka mundësi për bajram duhet presi kurban. Dhe këtë kurban duhet t'ia ndajë edhe njerëzve të tjerë. Ti ke dhënë një mësim shumë të madh atyre, jo teorikisht, por praktikisht. Mësim që ata kanë për ta trashëguar brez pas brezi. Është përmendur në Kur'an bashkë me namazin, me jetën dhe me vdekjen. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, falja ime, kurbani im, në ajetin kuranor. Ajeti tjetër thot, fesalli li rabbika wanhar. Falu për Zotin tënd dhe vetëm për hir të tij bëje kurbanin. Pra kemi dy ajete kuranore ku afrohet kurbani ose bërja e kurbanit bashkë me faljen e namazit. Gjë që tregon se adhurimi i kurbanit në Islam është, le të themi, bazik, është i rëndësishëm. Në mënyrë të vazhdueshme, imazhi i kurbanit është ai qingji i bukur, i madh, i bollshëm, i shëndetshëm. Pse besimtarët përpiqen që kurbanin e tyre ta zgjedhin kaq të veçantë, kaq të plotë, kaq të bukur? Cilat janë rregullat e kurbanit? Çfarë do të kenë parasysh besimtarët përpara se të bëjnë kurban një kafshë? Cilat janë rregullat dhe elementet e duhur për të qenë ai një kurban i pranuar dhe i begat për të gjithë? Po, për rregullave të therrjes kurbanit, po themin rregullave sheriatike të cilat apo dispozitat formale, nëse në rast se mund të quajmë kështu, kanë edhe ato urtësinë e tyre. Pra, e para, një kafshë kurbani nuk mund të jetë një kafshë çdo si do, po duhet të ketë një moshë të caktuar, kafsha e kurbanit, duhet të jetë pa cene, pa tmeta, pa smur, pra kafshë shëndosh, sepse kemi të bëjmë me një adhurim dhe adhurimi duhet përmbushet në mënyrën më të mirë dhe më të bukur. Pra duhet të jetë një, po themi ne, i përkryer pa aq sa është e mundur të përkryen gjërat nga ana njerëzore. Pra sepse të fundit po bën një dhuratë. Bën një dhuratë për hatër të Allahut xhaleshan. Dhe ka popujt të cilët për kurban bajram, ato kafshët të cilët i përgatisin për kurban, i lajnë, i pastrojnë, madje dhe i zbukurojnë. I sheh se si desh të zgjedhur nga më të mëdhejt, të krehur mirë me krahërin e kafshëve, madje dhe të zbukuruar, sepse thotë kjo po shkon për tek Zoti i gjithësisë. Dhe kjo nëse të kujton diçka, të kujton domethënë atë veprimin e zonjës së nderuar Aishës radhiyallahu anha, e cila kur jepte sadaka, ato dinare domethënë i parfumoste, apo i pastronte mirë dhe i parfumoste. E pyetur nga një shoqëruesi e saj se pse bën një veprim të tillë, Aisha radhiyallahu anha i drejtohet, thotë sepse sadakaja para se të shkojë tek nevojtari, shkon në dorën e Zotit, pra shkon të paraqitet para Allahut dhe pranon apo jo. Dhe vepra e cila ti do ta bësh në emër të Zotit kërkon edhe pranimin nga ana e Allahut. Ndaj duhet jemi sa më të edukuar me Zotin e gjithësisë, duke i pranuar ose duke i zbatuar, më mirë themi, këto kushte të cilat i ka vendosur Zoti për bagtin, për moshën e bagtisë dhe për sezonin kur ajo do të therret, sepse për kurban bajram duhet theret pas namazit të kurban bajramit. Ai thot profeti alayhi salatu wasalam, i cili ka therr diçka para kurban bajramit, ai është mish, po jo kurban. Pra vlen të hahet për mish, po jo kurban. Ndërsa kurbani është pas faljes së namazit të kurban bajramit. Pra e mira është nëse është mundësia në ditën e parë. Thot dhe të mos shitet diçka për i tij. Pra mos kemi që një sasi të tij po e shesim, apo po shesim lëkurën e tij. Jo, e gjitha kjo është për Allahun. Don dhuroja dikujt, jo ta shesësh. Po disa nga rregullat e kurbanit janë që, le të themi shkurtimisht, kurbani duhet të jetë kurban i zgjedhur.
Dhe jo një kurban që na del për të bërë punën apo për të kaluar radhën. Për këtë arsye Islami ka përcaktuar, nuk duhet të jetë e verbër, as me edhe me një sy, nuk duhet të jetë e çal, as edhe me një këmbë, nuk duhet të jetë e dobët, domethënë me kuptimin që ka vetëm kockat, dhe nuk duhet të jetë e sëmurë. Pra është e përcaktuar shumë mirë, domethënë sepse ti po bën diçka për hatër të Zotit dhe për ta shpërndarë atë për njerëzit e varfër dhe nuk mund të bësh vetëm sa atë që është më e mira. Për këtë arsye janë përcaktuar. Normalisht le të themi kemi edhe pjesën e kohës tek delet mbi 6 muaj, tek dhit mbi 1 vit, tek lopët, pra ata që do të bëjnë një lop duhet të jetë mbi 2 vjeç, për devet mbi 5 vjeç. Normalisht ka një dallim këtu se delet edhe dhit, pra bagtitë e imta shërbejnë një kokë për familje, ndërsa lopët dhe devet shërben një kokë për 7 familje. Faktikisht ka një hadith të bukur profetik, ku profeti alayhis salam thotë, Zoti e ka obliguar bamirësinë, sjelljen mirë në çdo lloj rasti dhe situate, madje edhe kur therrni duhet jeni bamirës, duhet jeni të mëshirshëm. Po si lind pyetja vetë profeti alayhis salam e sqaron dhe thotë, mos të shohi le të themi kurbanin tjetër kur therret, le të mprihet mirë thika përpara se të therret dhe të qetësohet kafsha. Domethënë një mësim profetik para 15 shekujsh që na bën neve të kuptojmë çfarë madhështie ka kjo fe. Pra nuk bën thotë që ta therrësh kafshën sy tjetër, po pse në një rast tjetër është pyetur, thotë sepse kështu i bie sikur po e therr 2 herë. Pra një herë shef motrën në vet apo shoqin e vet kur therret dhe një herë do therret, i bie sikur e ke therr 2 herë kafshën. Dhe madhështinë e kësaj feje se as kafshën nuk duhet ta lëndojmë. E kupton ti domethënë as kafsha nuk duhet të lëndohet, po njeriu, po ndjenjat e tjetrit. Idhujtaria dhe kurbani. Në mënyrë të veçantë, forma më e përhapur e idhujtarisë është pikërisht dedikimi i kurbanit për shpirtra të caktuar, për zota të ndryshëm, për vende të ndryshme, për objekte të ndryshme. Sa dëmton kjo besimin e plot, besimin e pastër? Të dedikohet një kurban dikujt tjetër përveç Zotit, është dalje dhe devijim nga feja dhe nga besimi. Po pse idhujtaria përmes kurbanit është e panegociueshme në fenë islame? Pse individi humbet besimin e tij, humbet pozitën e tij tek Zoti nëse kurbanin ja dedikon dikujt tjetër përveç Zotit? Pse është e papranueshme dhe pse është e panegociueshme? Edhe pse njerëzit lutem dhe shpresojnë begati dhe mirësi dhe mbarësi me kurbanet që dedikojnë vendeve të ndryshme përveç Zotit, në fakt kjo sjell të kundërtën, sjell humbjen e lumturisë, humbjen e besimit dhe humbjen e bekimit. Kur presim një kurban, kur presim një kafsh, pse ne e kemi detyrim të themi bismillah, dhe pse nëse nuk e themi diçka të tillë, ai mish nuk është i lejuar për një besimtar, ajo bismillah që mund duket shumë klasike, faktikisht është një farë leje që i merret krijuesit vetëm, Zotit të vetëm të kësaj gjithësie, i merret leje për të vënë dorë mbi një krijesë tjetër, për të derdhë gjaku një krijese tjetër. Dhe Zoti i gjithësisë këtë sakrificë, këtë bindje e ka bërë të mundur ta bëjmë nëpërmjet derdhjes së gjakut të kafshëve, të cilat janë krijuar në shërbim për njeriu, por prapse edhe pse janë në shërbimin ton, ne nuk mundemi të vendosim dorë mbi një gjallës tjetër, mbi një krijesë tjetër pa emrin e Zotit, pa fjalën bismillah, pa lejen e Zotit. Prandaj historikisht kurbani ka qenë i lidhur me besimin në Zotin e gjithësisë. Nuk quhet kurban nëse ai nuk nis me emrin bismillah, nëse nuk bëhet për Zotin dhe nëse nuk shpërndahet siç e ka dashur Zoti i gjithësisë. Por gjithmonë kur ka patur devijime në besim, njeriu këtë tradit që thash është e lidhur me vetë njeriu, për të treguar një farë afërsie ndaj ndonjë krijese të caktuar, ndonjë besimi të caktuar, ndonjë bestytnie të caktuar, ka bërë kurban. Ka ardhur një hadith profetit sallallahu alajhi wasallam ku thuhet që Allahu xhaleshanu e ka mallkuar atë i cili bën kurban për dikë tjetër veç Allahut. Kjo do të thotë që prerja e kurbanit në emër të dikujt tjetër, kushdo qoftë ai, konsiderohet një akt idhujtarie, pra një akt shirku. Në momentin që ne e bëjmë një kurban për dikë tjetër, jo për Zotin, atëherë kemi rënë në idhujtari. Dhe faktikisht është shumë e përhapur, le të themi, tek trevat tona një gjë e tillë, që bën kurbane për lloj festash që s'kan lidhje me Islamin, siç është për shembull le të themi festa e Shëngjërgjit, bën kurbane për kur hapin themele,
gjë që s'ka lidhje me fenë e Zotit, dhe mendojnë se vendosja e kokës kurbanit aty në themel do të mbajë themelin e shtëpia nuk do të çemet, domethënë paganizma. Ke parasysh legjenda e Gjirokastës, legjenda e Rozafës, legjenda paganizmash të vjetra, të cilat njerëzit mundohen të japin edhe ngjyrim fetar. Pra, sikur kjo është e vërtet diçka dhe o burrat vendosim diçka se duhet një gjak aty që shtëpia mos shembet apo mos ta marrim sysh etj. Të gjitha këto janë paganizma. Pra, jo vetëm kur bëhet për hatër, le të themi të varreve apo të tyrbeve apo të evlijave, po edhe kur bëhet në këtë formë, që personi e therr kurbanin dhe vendos kokën e kurbanit apo gjakun në themelin e pallatit, ndodhet në themelin e pallatit ose në themelin e shtëpisë kështu me radhë. Të gjitha këto konsiderohen faktikisht shirk dhe shirku në Islam konsiderohet prej mëkateve më të rënda, thot Zoti në Kur'an, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Zoti fal çdo gjë, po idhujtarin Zoti nuk e fal kurrë. Edhe bërja e kurbanit për dikë tjetër jo për Zotin konsiderohet idhujtari e madhe. Në momentin që ne e bëjmë një kurban për dikë tjetër jo për Zotin, atëherë kemi rënë në idhujtari. Dhe faktikisht është shumë e përhapur, le të themi, tek trevat tona një gjë e tillë që bën kurbanin për lloj-lloj festash që s'kan lidhje me Islamin, siç është për shembull le të themi festa e Shëngjirgjit, bën kurbane për kur hapin themele, gjë që s'ka lidhje me fenë e Zotit, dhe mendojnë se vendosja e kokës kurbanit aty në themel do të mbajë themelin e shtëpia nuk do të çemet, domethënë paganizma. Ke parasysh legjenda e Gjirokastës, legjenda e Rozafës, legjenda paganizmash të vjetra, të cilat njerëzit mundohen të japin edhe ngjyrim fetar. Pra, sikur kjo është e vërtet diçka dhe o burrat vendosim diçka se duhet një gjak aty që shtëpia mos shembet apo mos ta marrim sysh etj. Të gjitha këto janë paganizma. Pra, jo vetëm kur bëhet për hatër, le të themi të varreve apo të tyrbeve apo të evlijave, po edhe kur bëhet në këtë formë, që personi e therr kurbanin dhe vendos kokën e kurbanit apo gjakun në themelin e pallatit, ndodhet në themelin e pallatit ose në themelin e shtëpisë kështu me radhë. Të gjitha këto konsiderohen faktikisht shirk dhe shirku në Islam konsiderohet prej mëkateve më të rënda, thot Zoti në Kur'an, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Zoti fal çdo gjë, po idhujtarin Zoti nuk e fal kurrë. Edhe bërja e kurbanit për dikë tjetër jo për Zotin konsiderohet idhujtari e madhe, sepse idhujtaria në Islam është idhujtari e madhe dhe idhujtari e vogël. Idhujtaria e vogël është e falshme, ndërsa idhujtaria e madhe është e pafalshme.